Fenomeni i lidhjeve të vajzave të reja me burra të martuar dhe financiarisht të fuqishëm po kthehet në një shqetësim serioz shoqëror në Shqipëri. Në emisionin Dita Jon në A2 gazetarja Linda Pano ngriti alarmin për një trend që po përhapet me shpejtësi me studentëve shqiptar. Shoh gjithnjë më shumë vajza të reja që nuk e kanë as pak problem të hyjnë në mes të një martese. Për to, një burr i stabilizuar ekonomikisht është më i përshtatshëm se sa një djalë që do ta nisë jetën nga zero bashkë me to. Rrjetet sociale e kanë normalizuar këtë fenomen, tha Pano. Deklaratës së saj i shtohet edhe opinioni i detektives private Shkëndalili, e cila prej vitesh merret me raste tradhtish dhe prishje martesash. Dashuri nuk ka, është thjesht interes. Shoh vajza të reja që nuk kanë punuar asnjë ditë, por i sheh të veshura me marka luksoze, duke lëvizur me makina të shtrenjta. Pyetja është kush e financon këtë? Përgjigjja është gjithmonë e njëjtë. Një burr më i madh në moshë, i martuar dhe i pasur, theksoi Lili. Ajo paralajmëroi se pasojat për burrat janë dramatike. Shumë prej tyre lën bashkëshortet për një vajzë më të re dhe më pas përballen me pengesë dhe shkatërim emocional. Sipas saj, problemet nuk janë te gratë, por te mungesa e përkushtimit dhe tradhtia e burrave, të cilët shpesh kërkojnë të rikthejnë adoleshencën e humbur në moshën 40 vjeçare. Kam parë burra që lën bashkëshortet për një vajzë më të re dhe më pas kthehen tek unë të shkatëruar, duke thënë se kanë gabuar. Problemi është se ata nuk e pranojnë kurrë realitetin, por shpesh fajsojnë gratë, duke i quajtur të çmendura ose xheloze. Në fakt, nuk është gruaja, por tradhtia dhe mungesa e përkushtimit i tyre që e shemb familjen. Shumë burra duan të jetojnë adoleshencën që nuk e kaluan, por e bëjnë këtë në moshën 40 vjeçare, shtoi detektivja. Ky fenomen, i nxitur nga rrjetet sociale dhe etja për luks, po shkatëron qindra familje shqiptare. Ndërsa studentët kërkojnë burri me lek dhe burrat kërkojnë aventura, viktima kryesore mbeten gratë dhe fëmijët, të përfshirë në një realitet ku dashuria zëvendësohet nga interesi dhe iluzioni. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e zilës që të informoheni për videot më të reja.